Tani gruan e vure në sedë, që si fut punën të gruaja, e bëri kanal. Në parlament diskutohet bujësia në Shqipëri, diskutohet pa fund, sikur të bëj ai sa diskutohet, ose çaq, 1/10 e asaj që diskutohet, fermerët do ishin lule. Problemi është që ç'a diskutohet, imagjino, erdhën 130 milionë euro nga Bashkimi Evropian që do të shkonin te fermerët, do të shkonin te zotëria. Ai do të merrte pjesën e vet. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Ai sa i takon. Ke marrë ndonjë lek tilla? Nuk e një lek. Zero. Këta s'kan marrë te unë, për mua janë keq për torë. Nuk kanë marrë kokër leku, sepse Gripsa ç'a bëri Gripsa? I ndau me ministrat, me deputetët, me familjarët e tyre, me kryetarët e bashkisë. Ja, ka bërë është bashkë